mu nuk më shqetëson, po sigurisht më tërshton kur shikon një opozitë e cila futet në një proces të vazhdueshëm vetë izolimi. Jo vetëm në një proces të vazhdueshëm vetë izolimi, që ky është fakt dhe ka vite që e ka bërë Partia Demokratike këtë dhe sidomos Berisha, madje mund ta them që ka dhe traditë në politikën e vet, sepse Berisha në fazat e opozitarizmit gjithmonë i ka pëlqyer ndoshta që të ketë qenë i izoluar, por i ka pëlqyer ose jo ka qenë i izoluar ndërkombëtarisht. Kemi parasysh 97-2005, të paktën deri në 2003 ai ka qenë i izoluar nga ndërkombëtarët. Besniku Mustafa i mbante kontaktet. Besniku mbante kontaktet dhe Besniku i hapi dyert. Berishës që u fut të paktën në Evropë dhe pastaj nëpërmjet Evropës dhe në Amerikë, dhe zhvillimet geopolitike bën që dhe Amerika të interesojë pak për opozitën, por dhe ndryshimi i Berishës me disa garanci që dha ai bën që dilte nga izolimi në 2015 dhe të pranojë edhe një herë. Pastaj në opozitën e dytë, natyrisht Berisha ka qenë udhëzuesi ose frymëzuesi i qëndrimeve radikale të Partisë Demokratike, dhe kjo është e dukshme sepse janë të njëjtat skema që morën në qafë Partinë Demokratike në kohën që drejtohej nga Basha me bojkotin e lëndjen e mandateve, daljen mos marrin pjesë në zgjedhje lokale e tjera, me veprime radikale dhe që binin ndesh me dëshirën apo qëndrimin apo strategjinë e ndërkombëtarëve të cilët donin të ndërtonin praq pjesë në politikën shqiptare sa i takon opozitës, se pjesa tjetër, që është dhe pjesa më e madhe, i takon në bashkëpunim me qeverinë, sepse ndërkombëtarët do bashkëpunojnë me qeverinë. Vim tek momenti i tanishëm. Momenti i tanishëm është edhe më zi. Sali Berisha i shpallur non grata nga dy fuqitë e mëdha, nga Shtetet Bashkuara, nga Britania, i mos pranuar siç e thatë ju, edhe nga Europa, po i konfirmuar siç mund ta themi, takoj eksponent Partisë Demokratike. E konfirmuar kjo edhe nga ne të tjerët që kemi qenë Partinë Demokratike dhe vazhdojmë ruajmë ato kontaktet tona me ndërkombëtarët, del që Sali Berisha është lider më izoluar në historinë e politikës shqiptare pas Enver Hoxhës. Ndoshta Enver Hoxha mund të ketë pasur një marzh veprimi më të madh se Sali Berisha, po paranoja nuk e linte ditë jashtë. Kurse Sali Berisha është krejtësisht izoluar dhe kjo është alarmante për politikën shqiptare, për më tepër sepse përfaqëson opozitën, përfaqëson pikërisht shpresën, atë që tha Ibseni. Dhe kur qytetarët shikojnë që shpresa e tyre, ajo që duhet të ishte shpresa, është jo vetëm e izoluar, por edhe e radikalizuar, domethënë në kuptimin që i dëmton pritshmëritë e qytetarëve për atë që duhet të jetë opozita për të kryer rotacionin, kjo pastaj bën atë kontrastin. Do të thënë, kjo bën kontrastin e madh që Edi Rama del edhe më i ndritur, do të thënë, ndërkohë që ndoshta s'është kaq i ndritur, por deri edhe më i ndritur për shkak të izolimit të tij. Jo, unë mendoj që jo. Unë mendoj që është kryeministër që bën detyrën e vet, përfaqëson Shqipërinë në një marrëveshje kombëtare. Kur ti pastaj i bie dhe bën 2 ditë zhurmë parlament dhe tu ta heqim të vetëm amenamende që bën, debat që ti bën, t'ia heqim emrin Edi Ramës, ti arrit mënyrë artificiale vlerën aty, ndërkohë që ai bën thjesht detyrën si kryetari i qeverisë, bën detyrimet që dhe për ta mbyllur do thoya që ndërkombëtarët, do të thënë, të paktën ata që duket që kanë vokacion ose mirësi ecin e Shqipërisë përpara, janë të shqetësuar për faktin se është bllokuar rotacioni në Shqipëri dhe autori i bllokimit të këtij rotacioni është zoti Berisha. Është zoti Berisha dhe këtë janë shumë të qartë. Gjithë meraku i tyre është pafuqia që vjen, që duhet, do të thënë, pafuqia që ka opozita për të prodhuar fuqi, do të thënë, për të provuar faktorë të brendshëm, të cilët të përballen me zotin Berisha dhe ta spostojnë atë. Kjo është ajo që i shqetëson edhe më shumë se sa fakti realiteti që Berisha është aty. Për një fjalë vetëm për vizitën e Ramës në Izrael, mund të them këtë që Rama është në fakt aty jo vetëm se vetë është në gjendje që të krijojë kontakte dhe të artikulojë veten e tij politikisht në gjeopolitikën ndërkombëtare ashtu siç duhet. Që fjalimi i fortë, sot fjalimi i tij ka qenë shumë i fortë. Fjalimi i tij ka qenë shumë korrekt dhe i balancuar. Shumë i fortë. Pra ti përmendosh Izraelit pikërisht, prandaj themi i balancuar. Ishte i balancuar sepse ishte i ftohtë dhe përfaqëson, mos harrojmë që përfaqëson një vend që ka një popullsi shumicë muslimane dhe merr shumë rëndësi, shumë vlerë, e thënë nga kryeministri i një vendi që në perceptimin publik ndërkombëtar është i tillë që vjen nga një vend që ata ne na dinë më shumë islamik se çemi ne, do të thënë, realisht, do të thënë. Por dhe mendoj që
Edi Rama, jo vetëm që e përfaqësoi shumë mirë, po përfaqësoi dhe historinë e Shqipërisë. Historikun e Shqipërisë në raport me mos fokusohemi, se ata meriton dhe një emision tjetër. Në fakt, po nuk rria dot pa folur për këtë protestën, sepse kjo protestë Arben duket, e di se më zhduk sot, domethënë mas gati 48 orësh. Është vërtet mu më duke si një shok që i bëhet qeverisë në një momentin ndoshta më delikat saj. Janë tre çështje që janë të lidhura me njëra tjetrën, më lejo t'i trajtoj shumë shkurt. Së pari, një nga arsyet pse Shqipëria u zgjodh për të qenë tek Korpsi i Paqes, ka qenë pozicioni dhe paqja fetare në Shqipëri. Dhe jo pa qëllim është vendosur Rama, dhe kur ne debatonim pse pikërisht Rama është futur në atë listë, shumë analistë e trajtuan si një person i cili do të luajë dhe rol negociator në proces. Rama në parlament nuk bëri gjë tjetër veç se mori pozicion në negociatorit. Po jo, se fjalimi i tij, po ta shikosh me vëmendje, domethënë ai për herë të parë në parlamentin e Izraelit kapi edhe luftë kundër antisemitizmit, por kapi edhe pjesën tjetër, islamofobinë. Dhe të dyja i vurit në një tavolinë. Prandaj thënë që ishte e balancuar. Dhe qëndrimi i tij ishte tamam një pozicion të paraprogatitur për negociator midis çështja në Gaza. Në Gaza çështja është lufta Izrael-Palestinë, pra dy komunitete fetare. Rama sot nga tribuna e Izraelit dha mesazhe edhe për fajësimi për palestinezët. Pra edhe për fajësimi të palës tjetër, si ishte një zë, që do të thotë që jemi në kushtet, që do t'i shohim më vonë. Edhe që kur përmendi Turqinë, ishte... Jo vetëm Turqina, e kapi komplet komunitetin, linjën islamike dhe linjën izraelite, dhe u fut në mes... Duke pasur parasysh çfarë është sot Izraeli me Turqinë. Ai në mision e vet, tani do të thotë mision shkurt, Muhabeti, në këtë komunitet që mund të jetë detyrë që ja kanë lënë, po çfarë si ka? Në gjykimin tim, duke patur parasysh që nëse se interpreton dot, nuk ta lë njëri detyrën. Pra, jeni gjendje ta interpretosh pa ta lënë. Jo, patjetër. Në faktin që ne jemi i vankën këtu dhe nuk vajti dhe do të vej tani në mënyrë posaçme në takim drejt për drejt me Trumpin, unë mendoj që... Mos, do shkoj me Trumpin këtu? Po, diskutim. Ajo është televizia strategjike, realisht. Ta dha mesazhin ai. Ja, jeta në parlament, po thashmë se kishte bërë. Do batutë. të flasim, po do vëmë do të sepse do nënshkruhet ajo. Do nënshkruhet. Duam, s'duam, ne do nënshkruhet, ratifikohet dhe parlamenti do nënshkruhet. Ku do nënshkruhet? Tribuna e asaj sallë mbaroi tani. I vetmi vend ku do nënshkruhet është në Shtëpinë e Bardhë. Pra, o do ishte në Davos, o do ishte në Shtëpinë e Bardhë. Ai është me atë që unë lexova tani me fjalimin parlament, që ishte një fjalim brillant në kuptimin e paqes midis palëve. Një person i cili gati jepte mesazh atje sikur jam unë çdo ta bëj. Si filozofi. Vite pikë e dytë.